Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Po filloj me ligjëratën e 57 të shpjegimit të veprës Maraqi al-Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit rahimahullah. Jemi akoma dhe shpresoj, mendoj se kjo është edhe ligjërata e fundit sa i përket kësaj tematike, pra namazit të xumas, dhe jemi pikrisht kemi ngel në ligjëratën e fundit të shpjegimi i suneteve të hutbes. E këtu ndërlidhen disa sunete që kanë të bëjnë me hutben, me vetë hutben, disa sunete që kanë të bëjnë me khatibin, personin i cili e mban hutben. Tham se prej suneteve të hutbes, respektivisht të khatibit, është që tjetë veshja e tij, që tjetë e bardhë, ose tjetë e zezë, dhe e shpjegum ligjëratën e fundit. Wa minha, yani min sunani prej suneteve të hutbes, është e taharatu, pastërtia. Pastërtia është sunet i hutbes, këto është fjala për abdesin. Pastërtia është sunet i hutbes dhe nuk është prej kushteve të hutbes, sepse hutbeja nuk është namaz. Nuk është namaz, nuk është pjesë e namazit. Li'annaha lejset salat, yani li'anna al-khutbata, sepse hutbeja nuk është namaz, wala ke shatriha, as nuk është pjesë e namazit. Wa ta'wilu al-athar annaha fi hukmi thawab ke shatri salat huwa sahih. E përdorim ne, o xhallarët, se kinse, po kjo nuk është e vërtet, se namazi i xumas përbëhet prej 2 rekateve, kurse 2 rekatet asaj plotson, i zëvendëson hutbja. Sikur hutbja tjetë, në këtë aspekt e bojmë ne, sikur hutbja tjetë pjesë e namazit të xumas. Në realitet, thotë autori, këtu e bën një dallim të mprehtë. Thotë, hutbja as nuk është namaz, as nuk është pjesë e namazit, por se është kusht i namazit. Po kur e themi ne tevil, kur e bojmë tevil, dhe themi se fi hukmi thewab, është në aspektin se e ka shpërblimin e sevapit namazit, kjo, keshat salat fa huwa sahih, kjo është e vërtet. Do thotë, fitimi i sevapit, fitimi i shpërblimit në hutbe, e ka të barabartë me fitimin e sevapeve të namazit, por jo që është pjesë përbërëse namazit. Këtu e bani një ndarje e autori, lenë taharatu, pra pastërtia, abdesin këtë rast, është sunet i hutbes dhe nuk është kusht i hutbes. Kjo mukabelet an Ebu Jusuf, lenë taharat e shartë. Ebu Jusufi përsëri thot, jo, thot edhe këtu është kusht. Do të mendimi i Muhamedit dhe Ebu Hanifas, Allah i mëshiroft, është se është prej suneteve, kjo pastërtia, mirë thash, është prej suneteve të hutbes dhe nuk është prej kushteve të hutbes. Wa satru al-awra lit-tawaruth, po ashtu edhe mbulimi i auretit është prej suneteve të namazit, këtu nuk është për qëllim
aureti që është farz të mbulohet, po është për pjesët tjera. وكذا الجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة والأذان بين يديه. Po ashtu prej suneteve të hutbës, khatibi, është që të ulet, kur të hyp në hutbe, që të ulet para se me e fillu hutbën. Ka hyp në hutbe, nuk qëndron në kam, por ulet. Wal adhanu bejne yadayhi, sepse në atë kohë pra, është duke u thirrën ezani i dytë. Wa gjera bihi tewaruth, sepse kështu është tradita prej kohës së pejgamberit alayhis salam deri më sot. Kel iqamati ba'da al-khutbah thumma qiyamuhu. بعد الأذان في الخطبتين ولو قاد فيهما أو في إحداهما أجزاء وكره من غير عذر وإن خطب مضطجعا أجزاء. Ngjajshëm është edhe ngritja pas hutbës, ose pas, do thot praktikisht, kur hip imamin hutbe, prej sunneteve është që të ulet derisa të thirr ezani, sepse vel edhanu bejne yadayhi. Ezani në atë moment është duke u thirr dhe ky ulet në hutbe. Masi të përfundon ezani, është ngjajshëm sikur i kameti në fund. Kur të përfundon ezani, i dytë pra në këtë rast, imami çka bëhet? Çohet në kam për të fillu hutbën e tij. Walau qa'ada, mirë po, nëse nuk qohet, riul, hutbën e mban ul, ejza. Hutbja është e vlefshme. Nëse imami hutbën e mban ulur, pra nuk qohet, e ka lëshu sunetin e hutbës, por hutbja si kushti i hutbës plotësohet. Ejza. Wa kuriha min ghairi udhrin. Ama një veprim i tillë është pa arsyetim, është mekruh. Nëse s'ka arsyetim, s'mundet me nejnë kam, ka kodi unë, s'mundja po diçka, mund të mban edhe ullur. O in khataba muttajian ajza, madje thot edhe nëse hutbën e mban i shtrirë, që thuaj se është pak absurd për kushtet rrethonat tona, po ke paraqet si problematik, edhe nëse është i shtrirë khatibi, hutbja e plotson kushtin dhe mund të falet namazi i xhamaz. Wa idha qama yakunu as-sayfu bi yasarihi muttakiyan alayhi fi kulli baldatin futihat unwatan li yuriyahum annaha futihat bis-sayf. Thot kur të ngritet, shpatën duhet të ketë në anën e majtë të tij, në dorën e majtë të tij, duke u mbështetur në të, sikur shtak krulke. Mirë po kjo ndodh vetëm në ato shtete që janë islame, por që janë çliruar me luftë. Ato shtete që janë çliruar, ato vende që janë çliruar me paqë, pa luftë, në ato nuk është sunet përdorimi i shpatës. Kjo është simbolik për të tregu njerëzve se si është çliru ky vend. Prandaj në shtetet, në vendet islame, wa yaktubu bidunahu, yani bidun as-sayf, e mban ligjëratën fi kulli baldatin futihat sulhan. Në mënyrë paqësore që është liruar, hutbja mbahet pa shtat. O Medinati Rasul, futihat bil Kur'an. Medinja nuk është liru prej dhejtarijës, prej mushrikëve me forcë. Është liru me çka? Me Kur'an, pra në mënyrë paqësore. Prandaj thot fe yaktubu fiha bila sayf, prandaj khatibi aty ligjëron pa shpat. O Mekkata futihat bis sayf, kurse Mekja është çliruar me shpat.
me ushtri. Wa yusannu istiqbalul qaumi biwajhihi. Prej suneteve të hutbes është që khatibi kur të fillon ligjëratën duhet që tjetë i kthyer me ftyrë nga xhamati. I tjetë i kthyer me ftyrë nga xhamati, nën kupton shpinën ta ketë ka kibla, te kundërta, se xhamatin e ka drejtim të kiblës. Khatibi nuk duhet kthehet ka kibla dhe të fol, dhe ta ketë xhamatin pas shpine, por duhet kthehet istiqbalul qaumi biwajhi, që drejtohet popullit me ftyrën e tij drejtuar ka populli. Kema istaqbala as-sahabatu wan-nabi sallallahu alaihi wasallam, sepse kështu thon e janë drejtuar nga xhamati sahabët, është drejtuar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. An Adi ibn Thabit an abihi transmeton, Adi ibn Thabit nga babai i tij قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. Pejgamberi kur çohej në hutbe, u drejtonte me ftyrën e tij të pastër drejt sahabëve, pra drejt xhamatit. Ai ne të s'ka rrugë dalë tjetër përveç të thot drejt sahabëve, e ne sot drejt xhamatit, sepse xhamati pejgamberit alayhis salam ka qenë kush? Sahabët pra. Nëse e dim definicionin çka është sahabe. Suneni ibn Majahs, Ibn Abi Shejbe, e tjerë që bëjnë transmetimin e hadithit. Wa yusannu bida'atahu bit-tahmid bihamdillah ba'da at-ta'awudh fi nafsihi sirran. Sunet është që hutbja të fillon me tahmid, me fjalën elhamdulillah. Ashtu si e praktikojmë ne, jo shumica, po në të gjitha vendet, ba'da ta'awudhi fi nafsihi sirran, pasi që në vetveten e thit ke thonë eudhu billahi minash shaitanir rajim. Fillon hutbën me elhamdulillah, innal hamdalillah, ose me fjalën e tahmid. والثناء عليه بما هو أهله سبحانه, me falëndërime, tahmid dhe lavdërime, madhërim që i bëhet Allahut xhalleshanu, që këto që i përdorim ne në fillim të hutbes, falëndërime dhe lavdërime të i takojnë Allahut xhalleshanu në gjuhën arabe, dhe ose atë që themi subhanallah, do një fjali tjetër të rëndësishme që atibët i përdorim. O shahadatani, dy dëshmit, pra që në hutbe është sunet të thuhen ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Këto janë dy dëshmit. O salatu ala nabi, me i dërgu salavat të pejgamberit është prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Wal idha, edhe të mban një këshill për xhamatin aty, duke çka? Duke u ligjeru, u mësu xhamatit ndonjë këshill të bukur, duke i friguar ata nga veprat e ndaluara dhe duke i uzuar në veprat të vlefshme dhe të lejuara. Me një fjalë, mban një ligjërat e cila u mëson njerëzve dispozitat e fesë. والتذكير بما به النجاة وقراءة آية من القرآن لما روي أنه قرأ في خطبة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Pastaj duke u përmendur njerëzve se ku është shpëtimi i tyre, pra është fjalët e ligjërata dhe u tregon njerëzve ku është shpëtimi i njerit, shpëtimi i besimtarit islam. Wa qira'atu ayati min al-Quran, lezimi një ajeti minimumi, një ajeti kuranor në hutbe është prej suneteve të hutbes. Dhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, autori e bën këto, lemaruvje, sepse transmetohet se pejgamberi alayhi salatu wassalam në hutbet e tij e lexonte wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. E lexonte këtë ajet. Nuk është sunet bidhat ky ajet dhe s'bën tjetër. Po, ajo që është sunet leximi i një ajeti të
Kur'ani Kerimit. Wal-aktharu ala annahu yata'awwadhu qablaha. Mirë po, ta'awudhin, a'udhu billahin, e thot para leximit të ajetit. Shof është notën çka thot. Edhe kjo praktikohet te ne, në trojat tona. O thot Allahu xhalla shanu ka thonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e lexon drejt ajetin pa bismillahin. Pra wat ta'awudh wal aktharu ala annahu yata'awwadhu qablaha, yani qabla al-aya. Pra e lexon një ajet të Kuranit Kerimit duke e lexuar ta'awudhin, por jo dhe bismillahin. Wala yusammi, dhe nuk e lexon bismillahin. Illa an yaqra suratan kamilatan fa yusammi aidan. E ka bon jetëj me lezu surët Ikhlas, për shembull më e shkurt. Thot wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Në këtë rast është sunet me lezu edhe bismillahin. Nëse e lexon komplet një sure, e këto kuptohet se janë prej sureve të shkurta ndonjë, atëherë e thot edhe bismillahin. Nëse e thot vetëm një ajet brenda sureve të Kur'anit Kerimit, cili do tjetër, e lexon vetëm ta'awudhin e jo bismillahin. O yusannu khutbetani, khutbja bëhet me 2 khutbe. Xhabiri radhiyallahu anhu transmeton nga Samura se pejgamberi alayhi salatu wassalam kanat lin nabi khutbetani yajlisu bainahum, i bante khutben me 2 khutbe, pra, dhe ulte mes aty në dive, ulej qëndronte ulur mes uljes mes khutbes së parë dhe khutbes së dytë. Wa yusannu al-julusu bayna al-khutbatayn, është sunet një ulje e lehtë. Wa dhahiru rivaja miqdaru 3 ayat. Në dhahiru rivaja, në të 6 librat e baziket me dhebit Hanefi, thuhet se qëndrimi i ulur është, sa qëndrohet ulur, është aq sa lexohen 3 ajete të shkurta. Wa yusannu i'adatu al-hamd wa i'adatu ath-thina wa i'adatu as-salat 'ala an-nabi ka'inatan tilka al-i'ada fi ibtida' al-khutbati ath-thaniya. Pastaj masi të qëndron ulur, është sunet që të përsërit apet tahmidin, pra falënderimin, të përsërit lavdërimin ndaj Allahut xhalla shanu dhe salavatet ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse në khutbën e parë. Wa dhikru, që këtë kemi humbur ne tash, ne modernistat, wa dhikru khulefai rashidin, dhe përmendjen e khulefai rashidinëve, që xhallar tanë të vjetër që i unë i kam bajt men, të gjithë i kanë përmendë Abu Bakrin, vë Omerin, vë Uthmanin, vë Ali. Vë bakijet e sahabe. Po këto përmendën me emër, që në të gjitha xhamiet ku unë i kam rrinë më herë, tash ka disa po, disa jo, po kanë fillu me largu. Pra prej suneteve, po thot Imam Shurëmbulali, përveç falënderimit, lavdërimit, salavatet mbi pejgamberit alayhis salam, është që të përmenden edhe khulefa ar-rashidin. Wal ammayni mustahsinun bidhalika jarat tawarith. Edhe 2 xhaxhallarëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam. E ato janë Hamza dhe Abbasi. El Hamza wal Abbas. Wa yusannu ad-du'a fiha, është sunet që në hutbën e dytë, pra, të bëhet një dua. Dua në fund të hutbës. Ad-du'a liman lil mu'minina wal mu'minat, për besimtarët dhe besimtarët.
O istighfaru, bil istighfari lehum, duke kërkuar, duke u lutur Allahu xhallashanu për falje, për largimin e të këqijave, për largimin e të smundjeve, për sjelljen e bereqetit, për udhëzimin e drejtë. Nuk ka ndonjë dua të përcaktuar specifike se o duhet me këndu këtë o tjetër s'ban, por në përgjithësi të bëhet një lutje për besimtarët dhe për muslimanët. O yusannu an yusma al-qawmu al-khutbata wa yajharu fi thaniyati dun al-ula wa in lam yasma ajza. Prej suneteve është që xhamati të ndëgjojnë hutbën. Xhamati të ndëgjojnë. Edhe nëse ka në xhamat të cilët nuk ndëgjojnë, ajo është short nuk ndëgjon. Wa yusannu at-takhfifu li-khutbatayn. Takhfif el-khutbatayn, lehtësimi, po këto është fjala për shkurtim. Tjetë hutbja e shkurt, mos tjetë hutbja ligjërat një orë. Kale ibn Mas'udin, regjistroni që këtë fjalisa është shumë e bukur. Takhfifu l-khutbatayn, lehtësimi, mos lodhen në xhamati. E në veçanti kur ka kallavallak, ka njerëz, ka jashtë, ka në diell, ka në shi, ka në borë. Edhe imami është mirë nxehtë, është në forma i për me kallëzu nasihat atë dite, edhe si të nise 50 minuta, xhamati janë shi ftoft për jashta. Ibn Mas'udi thot, radiallahu anhu, ka thonë, tulu salat wa kasru l-khutbati min fikhi rajuli. Zgjatja e namazit, shkurtimi i fjalimit, po e them, khutbës, është cilësi e fekihut njerëzve të mençur, ta përkthejmë ma. Ma shqip, min fikh e rajuli. Fikh është kuptimin që e njeh gjërat në thellësi, pra prej dietarëve të mirë. Bi qadri surati min tivali al-mufassal. E kur i kemi diku ma herët të leximi i Kuranit, nuk e di në cilën ligjërat, kemi folë për ndarjen e surave të Kur'anit Kerimit, përveç atin e 7 parave, ndarën këto ajete, këto surat mufassale të gjata, të mesme dhe të shkurta. Hutbja krejt me zgjatë sa në leximi i një surës mufassale. Do thot 10 ose 15 minuta parafërsisht. Wa kedha fil Mi'raj, në librin e Mi'raj, thuhet wa diraja. ولكن يراعي الحال بما هو دون ذلك فإنه إذا جاء بذكر وإن قل يكون خطبة. Mirë po, gjithmonë kjo është në rrethanat të caktuara. Nëse është edhe më shkurt se leximi i një surës mutawwila të gjata, mufassala, edhe nëse është më shkurt, fala bas. ويكره التطويل من غير قيد بزمن في الشتاء لقصر الزمان وفي الصيف للضرر بالزحام والحر. është mekruh, tani po flet, deri tash foli për sunetet. Deri tash foli për sunetet, tash po flet për mekruhet. Wa yukrahu at-tadwil, zgjatja e hutbes pa afat, kështu open. Me gajri qaidin bi zaman, pa kohë të caktuar. Është mekruh fi shita gjatë dimrit. Pse është gjatë dimrit? Li qasri zaman, se koha është e shkurt, mes drekës dhe i qindijës, mes i qindijës dhe akşamit, pra ditën është. Wa fi sajfi, edhe verës është mekruh. Për çka verës është? Li darari, bi ziham, wal har, sepse u sjell dëm njerëzve në kallaballëk, për shumë njerëzve dhe për shkak të diellit. Pra edhe verës, edhe dimrit është mekruh. Wa tarku shay'in min as-sunani lati bayyanaha. Mekruh është braktisja e suneteve që i përmendëm deri tash, e përmendëm në të suneti i parë, kundër të sunetit është mekruh. Wa yajibu, tash i përfundoj me këto, ka një shembull tjetër që don ta shpjegon. Wa yajibu, yani yuftaradu as-sa'i. Është obligim, do thot është farz,
السعي أراد الذهاب ماشيا بالسكينة والوقار لا الهرولة شبيتون إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. Kur thotë Allahu shpejtoni, nuk e ka për qëllim nxitjen apo vrapimin. Herwala është vrapimi i lehtë, kur ngjet kështu më shpejt se ecja, po më ngadalë se vrapimi. Është një vrapim të ne i thojmë nga link kështu. Vrapimi i lehtë. Herwala e kje në hajj në tavaf edhe kje të saja që kujrë ato saji po pjesë ku duhet me bo, është bil herwala. Pra me një vrapim të nxitim. Ama thot, e ka për qëllim të erade dhihabu mashjen bisekine i qetë, jo duke vrapuar. Lianneha tedhebu biha, tedhebu biha ul mu'min, sepse ki vrapimi e rëzonat, si të them, atë autoritetin e besimtarit. Wal meshju afdalu limen yaqdiru alayh. Me shku thot në kam të ecë në xhami me fal namazin e xhumas është më e mirë për atë që ka mundësi. Do thotë që e ka larg, ka mjet, ka makinë, shkon me makinë, s'është problem. Po ai që e ka afër, më e preferuar është me shkuar në kam. Pse është më e preferuar? Sepse për çdo hap, pra rritet nga një sevap dhe fshihet nga një mëkat, kurse me transport nuk e arrin këtë. إنما ذكر اللفظ السعي لمطابقة الأمر به في الآية وقد نهى النبي عنه. Thot fjala e saj fes'au, të ajet e alash me ajetin tu hongër. Pse ka thënë Zoti shpejtoni? Dhe edhe pse Allahu Gjellëshanu ka thënë fes'au shpejtoni, pejgamberi alayhis salam ka ndalu nga vrapimi. Ka ndalu nga vrapimi. Sepse thot pejgamberi alayhis salam, idha uqimatis salat fala ta'tuha wa antum tas'auna. Kur ti rëzani për namaz, mos shkoni namaz duke vrapu. Wa atuha wa antum tamshun. Shkoni namaz duke ecër, qetë. Wa alejkum bis sekina. Jeni të obliguar që t'jeni të qetë. Fama adraktum fasallu. Qatë që ka të mërrini, falne. Wa ma fatekum fa atimu. Ajo që ka kaluar plotëson namaz. Keni pa në ndodhin të xhamatët tona, në që kemi këtu edhe për publik. Plot ka njerëz lidhet imami. Ose ka thirë zonë ki ka met pak vonë, ose të mor abdes, ose diçka, edhe shkon vrap të xhamia. Edhe kur hin xhami për të zonë reqatin, ose sa më shpejt, shkon duke vrapuar të safi. Dhe kur shkon të safi lidhët, pastaj 5 minuta se në merë frim qetë. Është tërësisht i dekoncentruar prej namazit. Ku është kjo sekinje, kjo qetësia që ka po e lip pejgamberi? Andaj thot pejgamberi, mos vraponi. Çati ku ta zini? Ku ta zish çati? Atë çka e zë e fal me imamin, atë çka e ka kaluar e plotson mbrapa. Por mos shpejtoni me vrap që ta humni qetësien në namaz. Akhrajahu Ahmed ve qal ve ma fatekum faqdu. Hadithin transmeton Ahmedi me një shprehje tjetër. A gjë ke vë ma fatekum fa atimmu, një transmetim, kja jeti tjetër vë ma fatekum, hadithi tjetër thot vë ma fatekum faqdu, ajo që ju ka ngel bane kaza, pra është njëjti kuptim. Fa yadhhabu fi sa'atil ula wa huwa al-afdal. Ai që shkon momentet e para në xhami, namazin e xhamas, ai është më e preferuar. Thumma ma yaliha wa hakadha lil juma. Pastaj ai që vjen në bazë të hadithit të pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot Ebu Hurajra
transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة kush pastrohet ditën e xhuma me një pastrim sikur pastrimin nga xhunublëku. Thumma raha fi sa'ati al-ula, pastaj shkon në orën e parë. E kjo kur është ora e parë me ulemave? Allahu a'lam. Te subul salam keni një transmetim, nuk e di çfarë drejtë është. Thot sahabët e kanë falë namazin e sabajt, janë kthyer në shtëpi, kanë hungur një gojë bukë, zakonisht në vendet arabe namazi i sabajt falet në fillim të kohës. Në fillim të kohës sabajt. Pastaj janë kthyer ditën e xhuma për me shku me fal xhuman me fenera, la palindilli. Prej atëherë kanë shkuar me zonë rendin edhe vendin me arrit vlerën e xhumas. Kjo është një ether, një transmetim, Allahu alem. Po thot, fa ka'annama qarraba badnatan. Ku shkon i parë në xhami në orën e parë, e ka sevapin sikur me e pre kurban një deve. Wa man raha fi sa'ati thanitha fa ka'annama qarraba baqara. Sikur me e dhon kurban me e pre kurban një lop. Wa man raha fi sa'ati thalitha fa ka'annama qarraba kabshan akran. Pastaj sikur një dele apo një dash. Wa man raha fi sa'ati rabia, e ku shkon në orën e katërt, ka'annama qarraba dajjaja, sikur me prej kurban një pul. Wa man raha sa'atu al-khamisa, ka'annama qarraba bayda, sikur një vezë me dhënë sadaka. Fa idha kharaja al-imamu حضرت الملائكة يستمعون الذكر. Kur imami veçmo, i pari, i dyti, i treti, ora e pare, i dyta, e treta, e katra, e pesta. Kur thine pesta thot kur del imami, va idha kharajal imam. Pejgamberi alayhis salam zakonisht ka dal prej dhomës ti, xhami. Kanë disa vende edhe në botën arabe dhe sot e kësaj dite, ka ndoshta edhe te ne, që imamët kanë ndonjë dhomë apo ndonjë në fund xhamisë, ndonjë po ti themi, dhe atje e falë sunetin. Ai është brenda xhamisë. Kur imami ka dalë prej çasaj dhomës, dhe a drejtuar më drejt ose s'ka dalë prej atij, po a çu prej vendit ku e ka falë sunetin dhe është drejtuar për hutbe. Thot me laiket e mbyllin në regjistrin. Me lajke shka i regjistrojnë që këto kush i pari, kush i dyti. E mbyllin regjistrin për të ndëgjuar hutbën. Kjo është hadithi transmetuar të Muwatta'i Imam Malikit. Edhe thot Imam Maliki, o aktharu ashabi dhe shumica e Kale Malikun, pas ka një spjegim këtu, aktharu ashabi wa imamu al-haramejni, Qadi al-Husaini, Imam Maliku, dhe imami i dy haramëve, Qadi Husaini, thonë, innaha lahadhat latifa, awwaluha zevalu shams, wa akhiruha kuudu l-imam al-minbar. E para, e saati i parë, i momenti i parë, se këtu përmenët sa, po nuk është kuptimi orë, kuptimin një saat, 60 minuta, është kuptimi momentit. Imam Maliki edhe Qadi Haramejni thonë, e lahdhat latife, ato momentet e bukra janë, e uveluha kur është dielli në zenit, kur fillon, largohet prej zenitit, e saati i parë. Kurse ajo e fundit është kur imami është ngjitur në hutbe. Shpjegim. Pastaj ka një polemik mes dietarëve Hanefi se pastrimi a bëhet që është sunnet, a bëhet për ditën e xhuma apo bëhet për namazin e xhumas.
Kjo është polemik mes fukahave. Çka është themratul khilaf? Çka ndryshon? Ditën e xumës namazi i xumës. Thotë kështu. Nëse është pastru ditën e xumës, sikur pastrimi prej gjunubllëkit, dhe më pas e ka prish abdesin, se kur është pastru ka abdes, dhe merr abdes për të shkuar në xhumë, ki nuk e ka plotësuar sunetin e xumës, sunetin e pastrimit. Po pra, ata që thonë se ky sunet është sunet i ditës së xumës, thonë me pastrimin e tij e ka plotësuar sunetin e ditës së xumës. Ata që thonë se suneti i xumës, suneti i pastrimit është për shkak të namazit xumës, ai e arrin këtë sunet nëse pastrohet dhe me atë pastrim shkon në xhami. Nëse e prish atë edhe merr, ki nuk e ka arritur sunetin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, wallahu alem. Tani vesh po du të them deri ku shkon polemika e fukahave me zveti. Secili prej këtyre kanë edhe argumentet e veta, po ne as nuk dim plishohemi në të argumente, po edhe s'kemi kohë. Wa yajibu bimana yaftaridu. Autori thanë në fillim, wa yajibu as-sa'i e yaftaridu, e ka farz, vajib, do thot kuptimin e farzit. Shpejtimin për xhami, thot jo, ajo çka është obligative, terkul bej'i, braktisja e shitblerjes, kedha terku kulli shay'in yuaddi ila ishtigali an nisa'i ileja, po ashtu, ajeti përmend shitblerjen, wa dharul bej'a. Thot, po me këtë bën kjas të gjitha punët tjera që të pengojnë për me shku në xhami. Pra sa është fjala vetëm tregtia. Pse e ka përmend tregtien këtu? Idha nudhiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Pse bosh bejin e ka përmend? S'ka përmend diçka tjetër. Dy arsye janë këtu, që thonë dietarët, Allahu alem. Çështja e parë, se banorët e Medinës në atë kohë, ajo çka ka qenë ma prezente në mesin e tyre ka qenë shitblerja. Ka qenë shitblerja. Dhe ajo çka ka qenë më prezente e ka përmend Kurani Kerimi. Se këto tjerët janë konkret më pak. Dhe e dyta, sepse namazi i xumës është në kohën wa dharul bej'a, lënë shitblerjen, sepse në shitblerja bëhet ditën, bëhet në drek, bëhet në ditë. Dhe kjo është argument që namazi i xumës është në kohën e namazit të drekës, mes drek pra, sepse ka njerëz të sëmur, të cilët thonë se namazi i xumës mund të falet edhe natën, sepse nuk përmendet se kur. Kjo është rej shadh, kështu është mendimi i khurafat, është mendimi i papranum kërko pa. Ekziston diku pastaj dëven dilemë, dhe këto dilema i nxjerr jashtë vet ajeti kuranor. Pra, thot terkul bej, wa kedha terku kulle shay'in yuaddi ila ishtigal an as-sa'i ileha. Braktisja e shitblerjes dhe e çdo veprimi tjetër që të pengon për namaz. Kelbej i mashjen ileha li itlaqil emr. Bi edhen, kur duhet me lënë këta, kur bëhet më haram veprimi, kur bëhet farz, nëse, ka dy mendime tani këto, nëse e marrë me dispozitën farz, si që merr Imam Shërumbulali, se Imam Shërumbulali po e thot,
E vajib bimana el fardh, kuptimin e farzit, braktisja e shitblerjes, gjitha punëve. Nëse shkojmë si pas këtij kuptimit dispozitës farz, atëherë çdo punë tjetër që të pengon prej shkuarjes në xhami është haram. E kundërta e farzit, harami. Nëse shkojmë në dispozitën e vajibit, atëherë është mekruh tahrimen. Mekruh tahrimen dhe harami e kemi shpjeguar disa herë se sa është dallimi i vogël mes tyre. Kur fillon që ki të vepron që ki harami? Bil edhani l-awwal, kur të fillon ezani i parë, sepse ka xhumaja ka dy ezana. El vaqi ba'da zeval, ezani i parë që thirret pas zevalit, pasi dielli fillon prej zenitit, fil esah, sipas mendimit më të saktë. Sepse kur themi na fil esah, sigurisht ki e shpjegon ndoshta më poshtë, sigurisht ka edhe mendim se mund të jetë edhe ezani i parë vetëm para lajmërues. Li husulil i'lami bihi, sepse me këtë arrin informatat të ti se ka kalu zeniti dhe ka hyrë koha namazit të xhamas. Lau intadhara al-adhanu thani, sepse po e prite ezanin e dytë, i cili thirret para se imamit të hyjë në hutbe, të futu husonna, këti i hub sunnet i xhamas. Pra, kur bëhet haram, kur fillon veprimi i haramit ose i mekruhit, kur e ndëgjon ezanin e parë. Sepse nëse lidhet me ezanin e dytë, nuk mund të lidhet me ezanin e dytë, sepse me ezanin e dytë, derisa të shkosh ti te xhamia, ti çka i hub? E hub sunnetin e xhamas. Va rubbama la yudrikul xhuma. Madje ka mundësi edhe mos ta mrish fare xhama nëse je larg ti. Llogarit ti se kjo vepër është shkru në kohën kur jo çdo njeri ka pas orë në dorë. Është shkru para 400 ca viteve. Dhe po shpjegon dispozita kur njerëzit nuk kanë pas ora. Tani na e kemi lehtë përpara me ditë se edhe 3 minuta edhe 5 minuta edhe vetë telefoni po të ban 10 minuta përpara thot bënu gati se hi koha e drekës e i qindijës. Po, ky po flet për në kushtet rrethonat të atërshme. Nëse ti pret jetë të punu dikun dhe ke xhamien larg, derisa thirr ezani i parë. Dhe nëse ti e lidh se jo pësash me të parin, po është me të dytin, derisa ti të marrësh abdet, derisa shkosh te xhamia, jo që e hub sunnetin. Po ka mundësi ta hupish edhe farzin e xhamas. وهو اختيار الشمس الأئمة الحلواني. Këtë mendim e ka zgjedhë Shamsul A'immatu al-Halawani. وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. Kur del imami pra asaj dhomës, për me shku në hutbe, ose qohet prej vendit, për mund gjitë në hutbe, fala salate, s'ka ma namaz, wala kelam, s'ka mas muhabet. Wa huwa qawlu l-imam, li'annahu nassun nabi, sallallahu alaihi wasallam, kjo është mendimi i Ebu Hanifës, sepse thot, kjo është teksti i pejgamberit, i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Than Ibni Umar radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: idha dakhala ahadukumul masjid, kur dikush prej juve të hynë në xhami, wal imamu ala al minbar, dhe imami është në minbar, fala salata wala kalama hatta yafrug al imam, s'ka ma as namaz e as laf as muhabet derisa të lirohet imami. Ky është mendimi i kujt? I imamit Adhem Ebu Hanifës. Wa qala Ebu Yusuf wa Muhammad la ba'sa bil kalam idha kharaja qabla an yakhutub wa idha nazala qabla an yukbar wa ikhtalafa fi julusihi idha sakat
فعند أبي يوسف يباح وعند محمد لا يباح. Për ta kuptu më qartë, kur imami qotë në kom dhe fillon Elhamdulillahi ledhi, fillon në khutban, krejt edhe Ebu Hanifja, edhe Jusuf, edhe Muhamedi thonë se këtu la kelama, wala salatu, wala shay. Ebu Hanifja po thot, prej momentit kur ka hi imami në xhami, dhe drejtu për në khutbe, ose është që imami preti ku e ka falë sunnetin, dhe është drejtu për në khutbe, prej qëti momenti, Ebu Hanifja po prej qëti momenti, s'ka më namaz, s'ka më muhabet, hala imami s'është në gjitë, është tu në gjitë, hala s'ka nisë me khutbën, s'ka muhabet, s'ka namaz. Nëse jetë duke u falë, plëtsoje atë çka jetë duke u falë, nëse nuk jetë duke u falë, mos fillon namaz tjetër. Ebu Jusufi dhe Muhamedi po thojnë, sepse kështu ishte hadithi ku mbështet Ebu Hanifja. Ebu Jusufi dhe Imam Muhamedi po thojnë, jo, kjo pjesa kur imami është të shku nalt, ajo pjesa kur imami është duke ndejt mes dy sejdëve, ajo pjesa kur imami e përfundon hutbën të zbrit dhe deri të shku të tekbiri, mu lidhën në namaz, në që këtë tri pjesë nuk ndalot la bes bil kelam, mund të folish. Pse? Se imami në këto momente nuk është të fol. A është të bolëvizi, nuk është të fol. Ebu Hanifja po thot krejt këta e kanë hukmin e hutbës. Si t'hype imami në hutbe, edhe në momentin kur është aj ullër, ti s'ke drejt me i thonë kërkuj, kur gjan, me fol. S'ke drejt, hajde s'po e marrë namazin, se namazi ka zgjat pak. S'ke drejt muhabet kur gjan, s'ke drejt me hangër, s'ke drejt me pi. Ebu Jusufi dhe Muhamedi po thojnë, jo ka drejt, nëse imami nuk është të fol, është para se me fillu hutbja, në mes dy uljeve, dhe para të tekbirit fillestar, po, pasi të përfundon hutben. Në realitet, ve ikhtelefa Ebu Jusufi dhe Muhamedi fi gjulusihi, pas ka dalim, se e shpjeguam dallash. Në mes Ebu Jusufi dhe Muhamedi thonë, i dhe sekete, fa inde Ebu Jusuf yubah. Nëse imami ka hesht, pra është ull, Ebu Jusufi thot lejohet me fol. Imam Muhamedi po përkra mendimin e Ebu Hanifës thot la yubah, sepse është mekruh. Lil ikhlasi bi fardil istima, wala istima huna. Thot është farz me ndëgju hutbën. Po kur imami unë që këtë s'ka ndëgjim. Logjika e Ebu Jusufit, pse këtë po e lejon? Me fol, një fjallë dy. Po thot sepse farz është ndëgjimi. Në momentin kur imami është i heshtur, është duke unë gjitë në hutbe, është duke zbrit prej hutbes, kur është ullë mes dy hutbeve. Ne kemi farz me ndëgju, po në këtë rast çka ka me ndëgju? Prandaj bjen dispozita. Wala istima huna, kështu s'ka ndëgjim. Walahu itlaqul amr. Wa idha amara al-khatibu bis-salati ala an-nabi yusalli sirran ihrazan lil-fadilatayn. Nëse e keni pa sidomos të arabët, e ne nuk përdoret shumë. Të arabët përdoret me të madhe në për xhamiat arabe. Kur i hatibi shumë herë i thot xhamatit sallu ala nabi, edi. Bani salavat, çani salavat pejgamberit. Te ne nuk përdoret në xhamatet tona. Thot këtë rastet xhamati që e ka të ndaluar me fol, ç'a duhet me bë? A duhet me zbatu urdhnin e hatibit? Thot jo. Yusalli sirran. Salavatin e lezon pazan. Pse pazan? Ihrazan lil fadilatejni. Për t'i arrit të dy vlerat, për të çuar në vend urdhnin e imamit dhe të salavatit. Edhe kënë salavatin për e lezon vete, jo me zon. Wa yahmadu fi nafsihi idha atasa ala sahih. Nëse ka tesh njoni. Ke tesh. Që duhesh me thonë është sunet? Thonë, elhamdulillah. Po duhesh me thonë vete, mos me të ndëgju
të tjerët. وفي الينابيع يكره التسبيح والقراءة القرآن والصلاة على النبي والكتابة إذا كان يسمع الخطبة. Në veprën e Jenabi thot, është mekruh tasbihi, me thonë për shembull ti imami ka i në khutbë ti pa di unë thonë vetë subhanallah, 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 subhanallah. Lene subhanën tash. Sepse ke obligim me ndëgju khatibin. Wa qiraatul Kur'an. Edhe leximi i Kur'anit, edhe surën Bekare përmes. Edhe e ke nisë Alif Lam Mim Dhalikal Kitab. Vetë e këndon. A imami ligjeron atje. Yukra. Nuk lejohet kjo punë. Wassalatu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammedin. Allahumma salli ala Muhammed. Xhamati. Edhe kjo punë ndalohet. Wal kitaba. Shkrimi. Idha kana yasma'u al-khutba. Nëse kia është që thi ku e ndëgjon khatibin. Nëse është larg, është qëtër mesele, thash. Varudhja an Nasir ibn Yahya, transmeton, in kane ba'iden, ki Nasir ibn Yahya, të shof me kush është ki, هو نصير بن يحيى البلخي أخذ الفقه على أبي سليمان الجزجاني عن محمد نزانسي الإمام محمد إذا كان بعيدا نسكي أشلارك كجماعة أشلارك بري خود بس من الإمام يقرأ القرآن سنين إمام سكا زوشنيك سكا ميكروفونا إمامي فولت يا جماعة إيش كان آفر ndëgjojnë po ki që është larkë se ndëgjojnë ki çka të boje ki يقرأ القرآن lexon Kur'an veti jo me za وروي عنه kështu po thot Nasir ibn Yahya وروي عنه أنه كان يحرك شفتيه ويقرأ القرآن فمن فعل مثله ولا يشتغل غيره بالسماع تلاوة لا بأس به. Pra ka transmetim se ki ka lëviz buzët, ka këndu, ka lexu Kur'an. Dhe ai që ka e ban këtë fela ba'as bihi. كالنظر في الكتاب والكتابة فيه خلاف. Po ashtu thot, shikimi, leximi i librit, e qel një libër. E qel librën e keme veti, imami a që ban ligjerati, e qel librën lexon atje. Nëse është afër, që ndëgjon zanin, bittifak il-fukaha kjo nuk lejohet, është mekruh. Po nëse je larg, thot apet ka polemika mes dietarëve. Ose tash s'ka nevojë më libër, po e qel Facebookun me kështu çka ka në për dunja. Kjo nuk lejohet, e lishtigal. Angazhimi me vepra tjera, jashtë ndëgjimit khatibit është e patoleruar. والكتابة والنظر في الكتاب والكتابة فيه خلاف. شاطط خلافي والمعتمد في المذهب المنع بنجيمي pra nuk lejohet sepse ka një transmetim këtu që thot كان بعيدا حيث لا يسمع يختلف المتغيرون فمحمد ابن سلمة اختار السكوت ونصير بن يحيى اختار القراءة. Thot se e ka pa njenin prej djetarve atje, që e ka pas një lapës të vogël e ka korrigju një libër, duke ndëgju hutbën, ka përmisu gabimin librën e vetë, po në të largësinë, në të distancën, që nuk e ka ndëgju. Kjo është argument për ata që thonë e lejojnë. Por, ajo çka mëdhhebi e jep si fetva, është se nuk lejohet me asnjë angazhim tjetër përveç ndëgjimit të hutbës. وقال الحسن بن زياد ما دخل أحد أفقه من الحكم ابن الزهير. تشكي حسن ابن زياد اللؤلؤي نزانسي ميرية أبو حنيفës. Ki po thot në Irak nuk ka ardhur ndonjë dietar që jakon ma feki i madh se Hakem ibn Zuhairi. S'ka pa Irakun ndonjë feki më të madh se Hakem ibn Zuhairi. وإن الحكم كان يجلس مع أبي يوسف. Hakemi
në Irak, kur e kanë falë gjëmaën diko, janë ullë bashkë me imam Ebu Jusufin. Jomul gjuma, wa yanzuru fi kitabi, ki hakemi, a unë bashkë me Ebu Jusufin, edhe e këshirë të librin e vetë, që ka shkruaj. Wa yusahihu bil qalami waqtul khutbati. Dhe i përmison të gabimet, që i ka bënë të një gabim, gjatë hudbës. Pra, kjo çka do me thonë, këto e kanë si argument se po të kishte e ndalume, atëherë ki nuk do të banë të këtë, sepse ki ka qenë feki, që thot Hasan ibn Ziyadi, se ma dekhal el Irak e hadun efkahu an hakem. Ska hinë tokët e Irakët dikush ma fekise. Haseni, kur thonë këta ma fekise ki, se dikush më njerë thot po e banifja, kështu është kur rritën ose kur folin djetarët për djetarët, kuptohet. Kjo nuk është në hakikaten, lugaten, hakikaten, po është mubalega i thojnë në arabisht, shqipë di si i vjen. Mubalega hiperbolizohet. Hiperbolizohet, për shembull ne, kur kemi një promovim të një sendi, themi se ki kolega jon, ki është djetari më i mirë në trevët tona. Kjo nuk do të thotë se është hakikaten, po jep me kuptu se ki ka qenë një djetar shumë me peshë ose me vlerë në trevët tona. Në këtë kontekst është edhe kjo. Po, egzagerim. Wala yuruddu selamen, wala yashmitu atisan, nëse dikush t'jep selam, nuk ja kthen selamin, dhe nëse dikush tesh dhe thot elhamdulillah, ti nuk i thu yerhamukallah. وكره الحاضر والخطبة والأكل والشرب. Ato dijet ma, çdo gjatë që ka hanë, me pi, ndëlot. وكره العبث والالتفات. Kjo është duhet përmendet. العبث është kur lu njeri me robët e veta, diçka. Ose ka gjetë dhe një diçka athin, përse që dhe lun me ato. Këtë këtë është koncentru me një lojë ati lun. Po, ose me keqe e këtë saj lunë me telefonin e vetë, është me celularin e ka loje, s'ka nevoj ma as me robët, as me, e ka qilë celularin, imami a gjithë qanë rasa, më banë hudben, edhe ki imbush katrore, tirenita, të që ka i thojnë atin e lojnë e vetë. Jo sem të bëshur, mëne, mos sem të bëshur, qa keni ju me mu? Po kujtë është të i folki? Nuk është të bëm katke, është të elshu një farës. Sepse dëgjimi i hutbes është farz. Wal iltifat, sjellja gjatha shmajtash. Duhet xhamati të jenë i drejtuar drejt hatibit. Xhamiat tona, shqyr xhamia i ka dy duvar, njën gjatë, njën shmajt. Me pas kështu duplo, këtë mështetën për duvari, e këtë shpinën ja kthejnë hatibit. S'ka gajle se folë tibi, se këto duhet më pështetë, se janë lodhë këto burra. Kanë orë prej kafës janë lodhë, edhe khatibi, sa beti se për në vetë me vlasë, që jam të i pengu kur gjanë. Pra nuk lejohet, është prej me kruve veprave të urryra, angazhimi me qëfar do lloj veprimi qoftë, qëfar do lloj loje qoftë, dhe iltifat, këthirja qafës gjatë majtë trupit me bom, këto janë të ndaluar. Wala yusallimu al-khatibu ala al-qawmi idha istawa ala al-minbar, sipas neve hanefive, khatibi kur hyp në hutbe nuk u jep selam xhamatit, edhe pse te xhamatet tjera, te mëdhëbet tjera, kjo është prej suneteve, duke u bazuar mbi faktin se gjatë hutbes, gjatë ngjitjes në hutbe, u ka kthy shpinën xhamatit dhe kur të kthehet u jep selam, të ne nuk është e preferuar. Wa kuriha liman yajibu alayhi al-jum'a khuruja min al-masr. Nëse ka thirrë ezani i xhumas, ka një kohë e namazit xhumas, ndalohet ose është me kru dalja prej vendit, shkojsh diku tjetër mysafirllëk. Pra duhet falesh në herë xhuman, pastaj shkojsh në udhtim.
Nëse në qatë ku e ke, fela bes nëse ke dalë para zevalit, ke dalë para namazit gjumos, okej. Po ka thirë zoni gjumos, s'ke më drejt dalish prej katundit, se po shkoj unë kam e shkuën një punë dikon me kryen. Jo, duhet ta falish gjumon. Wa idha kharaja qabla zeval fela bes bihi. Bila khilaf indana. Wa kuriha lil ma'dhur, edhe pak dhe po du të përfundoj për qatë, se di që ka orë koha me përfundu. Po du të përfundoj gjëman. Wa kuriha lil ma'dhur ke meridin wa raqiqin wa musafir. Ismufti, robi dhe misafiri, është me kruh, pra këto që kanë arsjetim, ma'dhur, që kanë udhër, wal masjun, ato që ka janë burgosurit. Adau dhuhri bi gjemaatin fi misri jaumiha. Ismuti, misafiri, që ke robi, ato që janë burgosurit, që nuk falin namazin e gjumaz. Ditën e gjumaz, është me kruh të falin namazin e drekës me gjemat. E falin vetë a vetë. Ato të cilët kanë arsjetim. E el-gjuma, vë jurva dhalike an Ali, kjo transmetohet prej Aliut radiallahu anhu, vë justahabbu lehu të ekhiru dhuhri anil gjuma, a është e preferueshme për këto njerës, që ta vonojnë drekën prej gjumas. Pra mës ta falin bashkë momentin kur falët gjumaja, po ta falin pak ma vonë. Fe innehu yukrahu salatuha, munfaridin qabla al-gjuma fi sahih. Pra, as para gjumas është mrenda kohës, po para falës e gjumas, e as në momentin e falës gjumas, duhet presin pak që masit falës gjumaja, këto ta falin namazin. Dhe ka dhe diçka tjetër, men edrakeha, kush e arrin gjuman, fit të shehut, në ulljen e fundit, ke shku në gjami, e ke mrit gjuman, imamin, në ulljen e fundit, në të jatin e fundit, au sujudi sehv, ose ke arrit në sevi seshte, au të shahudihi, në etehijatin pas sevi seshtes. E ke hinë gjami, e ke zonë imamin e tehijatin e fundit, ose imami ka pas sevi seshte, e ke zonë ti në sevi seshte, ose ka bos sevi seshte, a petë është vajgjibes të shehudi, apo? E ke zonë të shehudin e dytë. Në këto tre raste, e ke zonë imamin e tem me gjumatën. Ki lidhët dhe vazhdan i falë 2 rekat të gjumaz. Normal, imam i jep selam, po ki falë gjumon. Në bas të hadithit, ku thot, vë ma fate kum fakdu, ajo që ju ka kaluar, e kompenzoni. Vë hadha indehuma, vë kale Muhammed, si pas mendimit të Ebu Jusufit dhe imam Ebu Hanifës, vë kale Muhammed, in edrakehu, qabla raf'i ra'si min ar-ruku'i thania e temmel gjuma. Ebu Hanifja dhe Ebu Jusufit, nëse e zen në ulljen e fundit imamin, para se me dhonë selam, thot ti e ke zonë gjumon, imam e jep selam, ti që është i falë 2 rekat të namazit të gjumaz. Imam Muhamedi po thot, nëse e ke zonë imamin ditën e gjuma, para se me ngrit kokën prej rukujt të dytë, pra rekatin e dytë, para se me ngrit kokën prej rukujt të dytë, thot e kem rrit gjumon. Nëse e kem rrit imamin, mas jashtu prej rukujt të dytë, e tem me dhuhr. Kimo nuk e fal gjumon, po e kompleton namazin e drekës. Kale Rasul sallallahu aleyhi wa sallam, ثلاثة يعصمهم الله يوم عذاب القبر المؤذن والشهيد
al-mutawaffi lejletul gjuma. Pejgamberi alayhi salatu wassalam e shpëton, ta themi, min adhabil qabr, prej dënimit të varrit, 3 persona: el-muedhin, muedhinin, o shahid, dëshmorin, o el-mutawaffi lejletil gjuma, dhe ai që vdes natën e gjuma. Pra ka një vlerë. Ka një vlerë vdekja në bazë të këtij hadithi natën e gjuma. Ka këtu në fosnat një 3-4 faqe shpjegim të kësaj, po unë e përfundova me këtë hadith me qëllim dhe me lutjet e Allahu xhalleshanuhu që ne mundsoj të kuptojmë të vërtetën si të vërtet dhe ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme, ta njohim dhe ta kuptojmë si të pavërtetën, si të pavërtet dhe të largohemi prej saj. Deri në ligjëratën tjetër, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.